LDK është parti e cila ka marrë pjesë në formimin e shumë ngjarjeve dhe ka qenë rrugtim deri në pavarësinë e Kosovës dhe më tutje. Në fakt, por keni dalë me rruga e re e LDK-s. Automatikisht, me rrugën e re të LDK-s, a mendoni që i keni nervozu ata që ju kanë përkrahur nga fillimi, sepse keni boni ndarje brenda LDK-s, tash. Për shembull, unë se e re thëm, okej, tash këta të vjetrit s'ko kanë LDK, këta të rit ko kanë LDK. Unë e mendoj kështu. Rruga e re e LDK-s nuk është rrugë e re nga Ibrahim Rugova. A i keni shpjegu shumë mirë këto votuse? Se kanë shpjegu mirë. Por nuk është rrugë e re nga Ibrahim Rugova, sepse ne kemi slogoni jorë ka qenë prap liri, pavarësi dhe demokraci në këtë fushatën. Edhe e Lumir Abdigjik. Veç që keni ndru ka 6-5 slogan. Rruga e re, dhe thëtë rrugë e re nga rruga e Isa Mustafës, për mu. Sepse rruga e vjetër, ajo rruga e Isa Mustafës nga ka prunë 12%. Për votus për na intereson, se nashta nuk e kanë kuptu mirë. Nuk e kanë kuptu edhe unë e mene kështu. Dhe nuk është bo mirë që së s'ja rrugë kjartë. Sepse nuk është rrugë e re. Sukon gjatë fushatës rrugë e re, ato që e kumë po onë. Sepse në tërë fushatën, nuk u thonë rrugë e re, po thonë liri, pavarësi, demokraci e presidentit Rugova, fjallët e presidentit Rugova. Dhe s'u me konë rrugë e re. Për që ata po pës. Dhe jemi rrugëvist. Ata që na kanë sulmu, na kanë trasu, ju keni lypë një rrugët re, 3 nga rruga e Ibrahim Rugovës. Jo nga rruga e Ibrahim Rugovës, nga rruga e Fatmir Sejdivt, rrugë e re, nga rruga e Fatmir Sejdivt dhe Isa Mustafës. Dhe është e ma mirë. Ju po thoni që ata që na kanë sulmu, na kanë thonë pikërisht këto. Ju e keni hapë vetë që diskutemi, keni lanë hapësirë. Po mirë dhe po ata kanë gjithë prastinë, më na sulmu me thonë keni lypë rrugë 3 pe Ibrahim Rugovës. Ju keni lanë hapësirë. Jo, kena lanë. Fakt, sepse do është mes qaru që kjo rrugë e re nuk është rrugë e re, sepse është në praktik ka qenë kështu. Gjatë tërë fushatës zgjedhore ka qenë liri, pavarësi dhe demokraci, sepse janë cinu liria dhe pavarësia edhe demokracia nga qeveria kalume arrogante me 50% numrave. Tash, dhe rruga e re e LDK-s, dhe më thonë, është për mu, unë që e kom kuptu dhe e kom kuptu gjatë fushatës zgjedhore, se dhe në fillim kom menu, gati në gjajshëm me një pjesë të atyne që kanë zërmu. Rruga e re ka qenë rruga e re nga Isa Mustafa. Sepse aja rruga Isa Mustafa në ka pru 12%. Dhe tash një rruga e re i vjen nga rruga e Isa Mustafës, konsolidim i partis, zgjedhjet figurave të reja, reformim i partis, dhe kjo trendi rritjes, ja me kuptu që du të me bo reformim henez. Edhe ma ne i me shku, sepse reformimi ka dhonë rezultat 160.000 vota plus. Nga ajo rruga e vjetër, e Isa Mustafës. E jo nga rruga e vjetër e Ibrahim Rugovës, sepse rrugovistët nuk dolin për rrugës të Ibrahim Rugovës. Kur që ju s'munët as Lumiri, as këtë... veç pak, se ku pëthu rrugovistët, po edhe Donika Gërvala po e konsideron vetën rrugoviste. Po, ajo rrugovist të majtestët. Edhe Vjosa Osmani po e konsideron vetën rrugoviste, po nuk është në LDK. Po, rrugovist të majtestët. Ma dje edhe Zoti Peci po konsideron vetën rrugoviste. Lida demokratike e Ibrahim Rugovës. Nuk po mund me thonë na jena lida demokratike, po thënë na jena gudzat të Ibrahim Rugovës. Se s'punët të LDK o LDK. Dhe tash, lida demokratike është partije vetëm popullore që është regjistru në Partitë Popullore Evropiane. Lida demokratike është e Ibrahim Rugovës, se s'punët, e shkunë dhe ata me thonë të familja Rugovës, ta familja Rugovës, lida demokratike rruga LDK-a që atë të Rugova. Dhe tash, nuk eksiston mundësia që LDK-në me alo amanet, LDK-a ose me alo amanet, për shembull Boba, Ormet, me alo Këshis. Po djallit që të është të ja. LDK-a që të, nuk mundë me qita LDK-në leveve. Po mujë me dhe po mënuan, po dhujnë ata na unë jam LDK i leveves. Ja s'ka LDK i leveves, LDK ja do t'i LDK-s, ja do t'i leveves. Ata janë gudëzimtor... Qa po dëduan tash që ata që kanë dollë për qësoj fryme? Kanë dollë, por njën ata të majtistat. Qka po dëduan? Na kemë një program djath. Ata kanë shku e kanë bashku veten me një program të majtë. Dhe njëna duen ata se në votus të në që për mbështesin, që më orë dhe programi ju një djath. Funi njëna duhet ata me lo vetën. Pa votus. E kur t'i lënë pa votus, da këthejnë votus tonë, na jemi në regull, në shkojnë ata vetën. E po tash ti dush me bindë popullin. Prandaj po flasëm na. Na prandaj prandaj ka morë dhe këtu të flasë, që edhe të spjegoj në atë mënyrën teme që shumë e di, rruga e re, e LDK nuk ka rrugë e re për kundër rrugës të Ibrahim Rugovës. Sepse kemi përdor sloganin e Ibrahim Rugovës në tërë fushatës zgjedhore.
Na kanë sulmu edhe me rren, na kanë sulmu Qimpeka, që ka jek Lumir Abdixhiku fotografinë e Brajko, ko rren. Edhe unë këmë pas tonë, edhe kretarit, i këmë thonë, dil demantaje këto se kena dëmëtan. Po edhe nuk është shumë dinjitoze me bo fushat non-stop me një person që tash më shtin djerë, tash presidenti gjithë shqiptarëve. Edhe përna thëni, më zhëni rrugën e vjetër, edhe përna thëni, nuk ko mirë me Ibrahim Rugove, na qartu dhjem. Jo, më falë, unë jam këtu me bo pytje, po, ideja është, presidenti Ibrahim Rugova ka qenë i krejt shqiptarëve. Normalisht ka qenë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po prandaj, në momenti kur bëhet fushat vazhdimisht me një personi cili ka qenë është i ndjerë. na po bëjnë fushat me të mirat. Me të mirat, okej, me tite Ibrahim Rugovës. Po, sa i përket programit, sa i përket programit, LDK-ja janë pajtu edhe ju. Edhe që keni lona hapësirë edhe me shfridzu, po me ju thonë që po e shfridzoni shumë figurën e Ibrahim Rugovës. Ka bo një program LDK-ja, një program që gjitha mediat dhe gjithë analistat në Republikën e Kosovës e kanë konsideru programi më i mirë. Ju keni punu, po thuj se që 2 vjetë me një program. 2-3 vjetë me shumë ekspert për me bo një program, jashtë zakonisht të djathë dhe të mirë. Edhe për kundër programit që keni punu që 2 vjetë, nuk arretu me ashit. Keni dalë të tretë. Po, nuk mund të me shit, s'na vlejten. Ta shët problemi që tu, qësh mja u shit qytetarve që jena ma të mirë, qësh me ju tregu atyune që jena ma të mirë. Për me ju tregu që jena ma të mirë, do të me shpjegu ma mirë. Do të me shpjegu ma mirë, pra. Se kemi shpjegu që ka o rruga e re mirë. Se kemi spjegu mirë. Se kemi spjegu mirë, unë e menoj, se kemi spjegu mirë që fotografia soje, ko rren, e Qimpekës. Edhe rrena u bo për arsye se që LDK-ja ka ftu e diromen. Kaq, dhe më thonë, dhe këto du të me spjegu pse edhe aj ka rajt. Dhe më pse ka rajt, sepse dikush rren për diçka. Ka rajt për që ata dhe në ka dëmtu. Banej, ne do të me spjegu kjartë, gjonat ashtu qësh janë. Lia Dradike është pranun publikisht, nga të gjithë, e ka bos programin më të mirë. Lia Dradike është pranun nga të gjithë se ka pos listën më të mirë. Po s'kemi mujtë me spjegu qytetarëve që na jena më të mirë. Ata i kanë besu, dikuj tjetër, me atë zhargonin e vjetër, që këtë tjerë të janë dilingjive që na jena të mirë. Dhe në regullo, ata ka fitu, me qatë program, me qato kanë fitu, na po pajtojmë, pe aurojmë fiturën, urnëni, e keni mundësin, e keni hapësirën kushtetuse ligjore, formoni institucionet të shtetit të Republikës Kosovës, sepse e keni edhe obligim, sepse janë edhe të partë, e kanë edhe obligim kushtetus, edhe obligim qytetarë, sepse i kanë morë votat, 22%, apo 48 deputet i kanë, po nuk e kanë shumicën shqiptare. Kësaj radhe, ata thëshin, ju jeni pakisë shqiptare, edhe në ko pakisë shqiptare opozita, kësaj radhe, ata nuk janë shumicë shqiptare. A duhet... Në kuvendin e Kosovës nuk janë shumicë shqiptare. Shumicët shqiptare e kanë që të kjo opozita. U po bashkë. Po na nuk e kemi programin e njëjtë me opozitën. Nuk e kemi asë kulturën e njëjtë me parti tjera opozitore, as me PDK, as me... Nuk e kemi asë barometrin e njëjtë të votave, që trendin ka na shkojnë votat. Të më thonë, me gabime të na votat në dëmtuëm na. Dhe na kësoj rodhe, po thët kryetari, kryesia dhe këshili, që nuk e kemë ndërmen me dëmtu LDK-n. Sepse interesat e LDK-s përputhen tërsisht me interesat e Republikës Kosovës. Ju tha që kryetari ka pranun që tjetë në opozit, sepse populle ka votu për opozit. Me qenë se nuk djetë se që ndodhë pas certifikimit të rezultateve, po sa është e gachme LDK të bëj opozit, sepse për hirtë vërtetës jo veç LDK, po i kemi pa dhe parti tjera opozitare që s'kanë qenë shumë të zëshme brenda kuvendit, sa kanë qenë opozit. Tani, ne kemi pa një kuvend, dhe më thonë, LVV-ja sa ka qenë në pozit, ose gjatë kohët, aja u silë gati në gjajshëm, si me konë opozit.